urime përfitore. Faleminderit shumë. Uroj gjithë të mira, një djerë në Zotit, një djerë struge. Struga e provoj që do të do, ta justifikosh. Ish deputeti Spartak Brau zhvilloi një vizitë te kryetari i ri i komunës së Strugës, Mendi Qyra, të cilin e uroi për fitoren në zgjedhje dhe marrjen e detyrës së re. Gjatë këtij takimi Brau përsolli personalisht urimin e tij, ndërsa vuri nduke rëndësinë e ndjekjes modelit të Arben Xhaferit, për të cilin Qyra ka shprehur më herët vlerësim të veçantë, duke konsideruar atë si figurë frymëzuese. Ti ke pat një idhull, i cilin e kam pas dhe unë idhull. Nuk po flas për Zladin Qyrin, që është dëshmori i Strugës, por për Arben Xhaferin. Arben Xhaferi ka qenë miku juaj, shoku juaj, shok idealesh. Kështu që nëse themi për një njeri të mençur në këtë shtet, Arben Xhaferi, pjesën shqiptare ka qenë një nga ato. Urojtë me ato mësime dhe ato ideale që militoi Arben Xhaferi si drejtues politik dhe filozofik të lëvizjes në Maqedoni, ju t'i keni një qendër vëmendjes. Kryetari sapo zgjedhur i komunës Strugës e falenderoi Brahun për vizitën që ai e cilësoi domethënëse, duke theksuar marrëdhëniet e miqësisë së ndërtuar mes tyre prej më shumë se 2 dekada. Në fjalën e tij, Qyra theksoi se gjatë drejtimit të komunës, prioriteti i tij do të jetë zbatimi i ligjit, zhvillimi ekonomik dhe forcimi potencial turistik i Strugës. Arben Xhaferi kishte një thënie shumë të mençur, pra të mbarësia e një institucioni, një shteti vjen respektimi i ligjit. Po respektove ligjin, mbarësia vjen. Dhe shpresoj që këtu të respektohet ligji, do të vijë edhe mbarësia. Mendi Qyra merr drejtimin e komunës Strugës për një mandat 4 vjeçar, duke pasuar në detyrë Ramiz Merkon. Gjatë fushatës elektorale, ai ka artikuluar vizionin e tij për një Strugë më të zhvilluar, me ekonomi të qëndrueshme, më shumë investime dhe fokus të shtuar tek turizmi si sektor kyç i zonës breg liqenore.